Prej ditësh në tregjet e fruta perimeve në qytetin e Shkodrës nuk ka shumë dilema se çfarë perimesh e frutash dominojnë tregun në këtë kohë. Nga sa shihet një vëzhgim në tregjet ku fluksi është më i madh, mund të thuhet pa frikë se ato që tregtohen aktualisht janë thuajse në pjesën më të madhe prodhim vendas. Ndonse jashtë kamerave, vetë shitësit në tregun e fruta perimeve në lagjen Zdrale bëjnë me dije se ata furnizojnë me mall vendas, kjo sepse blerësit kërkojnë në shumicën e rasteve perime dhe fruta që prodhohen në serat e fermerëve shqiptar. Kjo kërkesë vjen sepse ata të cilët blejnë ndjen më të sigurt me prodhimet vendase. Duke patur parasysh temperaturat e larta, besimi është më i madh tek produktet shqiptare të cilat pëlqejnë më shumë. Duke u krahasuar me fillimin e vitit si shkak i shtimit në tregjet e produkteve vendase, mësohet se çmimet kanë pësuar një rënje të vogël. Megjithatë, kjo nuk ndjehet tek konsumatorët e përditshëm. Nga ana tjetër, duke patur parasysh furnizimin e më shumë produkte vendase, sesa në kohën kur tregjet dominoheshin nga malli që importohej nga vende të ndryshme të Europës, në shumë raste tavolinat e tregtarëve mbesin të mbushura me fruta e perime. Ata thonë se ka raste kur më shumë se gjysma e mallit në një dite nuk shitet sepse fuqia blerëse ka rënë. Kjo shpjegohet me situatën ekonomike në vend, ku tashmë qytetarët e Shkodrës kursejnë më shumë se në vitet e kaluara. Tregtarët çdo ditë dëgjojnë ankesa të shumta nga blerësit të cilët në çdo moment kanë tendencën e uljes së çmimit, gjë e cila shpeshherë edhe ndodh si për të mos humbur klientelën e përditshme.